Është pjesa fundit e mesditës, ashtu siç edhe paralajmëruam pak më parë, do të diskutojmë për një virus atje në Indi. Autoritetet shëndetësore kanë ngritur alarm mbi virusin Nipah, si tillë po konsiderohet jetë shumë i rrezikshëm dhe transmetohet nga kafshët tek njerëzit, po ashtu ka një shkallë shumë të lartë vdekshmërie mbi këto të dhëna. Është ngritur edhe alarmi, raste të shumta janë konfirmuar në Indi, duke rikthyer frikën për shpërthime të reja epidemike në një botë të ndjeshme, sidomos pas pandemisë COVID-19. Bashkë me doktoreshën Aurora Dollenberg, e cila sot na lajmërohet drejt për drejt nga Gjermania, do të flasim dhe do të mundohemi të kuptojmë se sa serioz është ky virus dhe paraqet rrezik edhe për Europën dhe shpërndarja e tij mund vijë edhe deri tek ne. Gjitha këto do i diskutojmë bashkë me Dollenberg. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Blendi, mirëmëngjes. Faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë me qenë pjesë e mesditës sot. Do ndalemi të zbërthejmë kronologjikisht çfarë është konkretisht virusi Nipah dhe pse po konsiderohet kaq i rrezikshëm nga OBSH-ja. Virusi Nipah është një virus i njohur prej më shumë se sa 3 dekadash, pra nuk jemi të befasuar nga rastet pozitive me Nipah në Indi, sepse në mënyrë të përvitshme në Malajzi, në shumë vende të Azisë Juglindore e kemi një numër të caktuar pacientësh të cilët janë pozitiv me Nipah, sepse janë në kontakt të ngushtë me disa kafsh, siç është laturishi i natës, i cili gjendet kryesisht në Azinë Juglindore dhe që i përhap këto virus nga kafshët, pra nga laturishi i natës me anë të frutave të kontaminuara tek njeriu. Pra, në total OBSH-ja e ka dhënë alarmin edhe për Europën dhe për vendet, mund ta quajmë, që e kanë pak më të vështirë sistemin shëndetësor, siç është Kosova, Shqipëria, për faktin e thjeshtë që ky virus nuk është i rrezikshëm për popullatën, por shumë i rrezikshëm për individin e infektuar. Pasi është e vërtetuar ndër këto vite që e kemi vëzhguar këtë virus që shkakton një vdekshmëri që shkon deri në 75%. Kjo është arsyeja e alarmit, por jo sepse kemi një rrezik për Europën që mund të përhapet në Europë dhe të shkaktojë epidemi ose pandemi. Pasi shpërndarja nga njeriu tek njeriu, ndryshe nga Covidi, është tepër e ngadaltë. Po, pra ka më shumë rrezik që nga kafshët tek njeriu të bartët. Megjithatë, zonja Dollenberg, cilat janë simptomat e para dhe si dallohet dhe a ka një dallim ndoshta të madh edhe nga COVID-19, sepse e dim se njerëzit tani akoma janë të shqetësuar edhe për Covidin, pra akoma nuk kanë dalë dhe nuk janë shëruar plotësisht edhe nga gjithë pasojat që ka lënë Covidi. Patjetër, madje momentalisht jemi edhe në studimet edhe këtu në Gjermani për long COVID, pra për simptomat kronike që Covidi ka shkaktuar dhe të gjithë jemi deri diku edhe pak të traumatizuar nga Covidi dhe nuk e kemi kur i thon dhe atë durimin që të na vinë lajme negative siç mund të jetë një Nipah nga India. Prandaj e mirë kuptoj totalisht pacientin shqiptar kur reagon frustracion, me irritim, kur dëgjon që kemi viruse të tjera në qarkullim. E vërteta është që momentalisht shënojmë shifrat më të larta për viruset në total, qoftë për gripin, qoftë për Covidin që janë kryesore që po qarkullojnë në Europë, dhe viruset të tjera shumë të rralla që janë për Indinë ose Amerikën, me të vërtet momentalisht nuk përbëjnë rrezik për Europën. Sfida kryesore që ne po përhapim në për urgjenca dhe në për spitale është të diferencojmë me kë virus kemi të bëjmë. Pra, dim që në rend të parë, në nivel evropian është gripi që po dominon. Më shumë se sa gjysma e pacientëve që po kalojnë tani ftohjen, infekcione, kanë një grip. Dhe këtu bëjmë testin e PCR-s për gripin. Në rend të dytë është Covidi dhe për fatin e mirë kemi screening me anë të testit të shpejtë. Dhe infekcionet e tjera pasaj janë ato me viruse respiratore dhe për fatin e mirë, deri tani nuk kemi pasur asnjë rast pozitiv me Nipah, që do të thotë Europa deri tani është më së mbrojtur, por në vende si India faktikisht po e bëjnë dhe ata screenet, pra testet e shpejta në për pika kufitare, në për aeroporte, pikërisht si Covidi, pra me testin e shpejt të PCR-s, për të bllokuar transmetimin e këtij virusi në vende të tjera.
Edhe në rastin e Nipahit, vështërsia që ne kemi është që duket sikur të jetë një virus. Pra në javën e parë ka vetëm dhimbje koke, temperaturë të rritur, pak marrje fryme, dhe në qoftë se nuk intervenojmë në kohë, pra që ta kapim pacientin pozitiv në kohë, ta shtrojmë në spital, në reanimacion mundësisë që në ditët e para, rreziku që në javën e dytë virusi Nipah të shprehë nervat dhe cipat e trurit është shumë i lartë, prandaj dhe rrezikshmëria dhe vdekshmëria shënojnë shifra kaq të larta. Po, dhe sa shpejt përkeqësohet gjendja e pacientëve? A ka informacione pra që kanë ardhur nga India pikërisht me raste të cilat edhe janë konfirmuar tashmë? Deri tani raportojmë vetëm 2 raste vdekje në Indi, pra janë të vërtetuar deri tani më vetëm 700 të infektuar në total, dhe 2 rastet e vdekjes kanë ardhur pikërisht nga prekja e cipave të trurit dhe kjo ndodh gjithmonë pas javës së parë të infektimit. Në qoftë se pacienti vë re që nuk ka vetëm thjesht marrjen e frymës, temperaturën e ngritur që nuk i ulet, por fillojnë që të ndjejë si ndjenja paralize, mpirje të duarve, të këmbëve dhe ndonjëherë marrje mendësh deri në rënje të fikt dhe ka simptoma të përgjithshme të gripit siç e përmendëm, atëherë duhet të jemi vigjilent që këtë pacient të paktën t'i bëjmë testin e shpejtë të PCR-s për Nipahin, t'i marrim gjakun, të shikojmë, të bëjmë një rezonancë të kokës për të përjashtuar dhe komplikacionet serioze që jep ky virus. Prandaj kryesorja thirrje nga OBSH-ja është për personat të vigjilent dhe mos t'i neglizhojnë raste të tilla që për fatin e mirë janë tepër të rralla. Dollenberg po supozojnë dhe po shpresojmë shumë që një gjë e tillë mos të ndodhë. Mirë po në rast se edhe mund në ndonjë formë të bartet në Europë. Sa të përgatitura janë sistemet shëndetësore në Evropë, përfshin ndoshta këtu edhe vendet ballkanike, ku jemi Kosova, Shqipëria, më pas për të trajtuar një virus i tillë? Jo rastësisht, qoftë në Kosovë dhe në Shqipëri, përfaqësues të OBSH-s kanë mbajtur në javët e fundit disa takime zyrtare, pikërisht për të bërë këtë gatishmërinë e institucionale të vendeve tona, të cilat në nivel evropian mund të quajmë janë të vetmet vende që renditen akoma në vende në zhvillim. Pra, sistemi shëndetësor është shumë fragil dhe shumë vulnerabël në Kosovë, që do të thoshte që në qoftë se do paraqiteshin raste pozitive, urojmë kurse si jo, por teorikisht ekziston mundësia me Nipah, kjo nuk do nënkuptonte vetëm një shtrat të normal në një stacion të infektivit në spitalet e universitare të Prishtinës, por do kërkonte patjetër një shtrat në reanimacion, që është 10 fish më i shtrenjtë mund ta quaj se sa një shtrat normal. Prandaj dhe sistemet shëndetësore si ai Kosovës, gjithmonë këto thirrje për vigjilencë nga OBSH-ja duhet i marrin nga ana organizative, menaxheriale të institucioneve shëndetësore seriozisht, sepse jemi në pikun e gripit, jemi akoma me raste pozitive me Covid, edhe pse nuk kemi rrezik për pandemi dhe populata nuk është rrezikuar, individi vazhdon të jetë i rrezikuar dhe për këto raste ne përsëri si personel mjekësor, si aparaturat mjekësore për intubime, për reanimime të shpejta në raste të komplikacioneve, duhet të jemi të gatshëm. Qartë, ekziston apo është bërë deri më tani vaksina kundër këtij virusi apo ende jo? Duke qenë se prej 3 dekadash virusi Nipahit ka prekur vetëm kryesisht Indinë dhe ka qenë i kufizuar në një numër të vogël të infektuarve, nuk ka përbërë interes për shkencën, mund ta quajmë dhe për OBSH-n që të prodhojë deri tani një vaksinë. Prandaj nuk ekziston një vaksinë e tillë, presioni mediatik që e ka vendosur në fokus pak Nipahun në këto 2 javët e fundit ka bërë që të paktën në Oxford të fillojnë tentativat e para për të prodhuar një vaksinë kundra Nipahit dhe njëkohësisht edhe të shikojmë mundësinë për një terapi, sepse edhe një terapi specifike ndaj këtij virusi që është i rrezikshëm për individin. Prandaj të dyja tentativat janë në studime sipër. E qartë, dhe KSSO-i ju e potencuat, po besoj edhe pak më herët që nuk qytetarët në fakt kudo që t'jenë nuk kanë nevojë
ose nuk ka hapësirë për të bërë panik, sepse realisht kam parë disa prej komenteve edhe në intervistat ku ju keni dhënë edhe në artikuj të ndryshëm se qytetarët refuzojnë kategorikisht të marrin çfarëdo vaksine tjetër. E kam fjalën këtu duke referuar ato të cilat i marrën për COVID-19. Besoj që çdo pacient shqiptar e kemi mbi ngarkuar psikikisht me tretë pandemi, kur sidomos në vendet shqiptare dhe në Kosovë ndonjëherë u dha me detyrim vaksina, pra u bën politika deri diku dhe të gabuara në mënyrën se si popullata u vendos nën presion, mund ta quajmë, ndryshe nga Gjermania, ku secili mund ta merrte me liri të plot. Pra shumë trauma psiqike, po pse jo dhe organike, shumë kanë vuajtur dhe nga Covidi, vuajnë akoma dhe nga pasojat kronike që Covidi, pra në total popullata shqiptare në Kosovë është e mbi ngarkuar psiqikisht dhe e mirë kuptoj totalisht, edhe si psikiatre, për faktin që kur vjen dhe një virus i ri duke sikur i terrorizojmë njerëzit me një frikë të re. Nuk ka asnjë vend për panik. Është mediatizuar shumë dhe unë kam folur nëpër media, kam shpjeguar, por është marrë vetëm fjalia që virusi është i rrezikshëm. Po, për një individ që jeton në Indi deri tani është i rrezikshëm, për një qytetar të Europës, të Kosovës nuk kemi rrezik as për pandemi dhe as për infektim. Dhe kjo ka rëndësi. Në anën tjetër, ndoshta edhe deri diku Dorentina ju pyeti edhe pak më herët për ato se cilat mund të jenë shenjat e para, por në rast se disa prej shenjave edhe persona të ndryshëm ata të mund të cilët identifikojnë. Ata të cilët kanë më shumë udhime dhe kanë kontakte edhe nëpër aeroporte. Më pas mund të hasin në disa shenja të cilat deri diku e vënë në dyshime se edhe mund të jetë prekur me një virus të tillë, si duhet reaguar menjëherë. Patjetër edhe qytetarët shqiptar tani më e kanë Tajlandën, Azinë, patjetër dhe një vend si vend e turizmi, prandaj dhe virusi nuk ka një kufi gjeografik që do qëndroj patjetër në Europë, në Indi dhe nuk do vinë në Europë. Këtë gjën në ana mjekësore nuk mund ta përjashtojmë 100%, por siç e thatë ju, ata që udhëtojnë shumë, ata që punojnë nëpër aeroporte, kanë një kontakt më të shtuar edhe me pasagjerë që vinë nga India që mund ta importojnë këtë virus dhe këto qytetarë të rrezikuar më së shumti nga kontakti, këtyre duhet të këshilloja në radhë të parë që gjithmonë të kishin kujdes në disinfektimin e duarve, sepse e dim shumë mirë që virusi i nipahit reagon ndaj alkoolit 70% me një shkatrim të plot. Ata të cilët i konsumojnë me kënaqësi frutat që vinë nga India, sidomos bananën ose mangon, edhe frutat të tjera egzotike, duhet jenë të kujdesshëm që të mos përdorin frutat që janë të dëmtuara, pra që mund të ketë vrime ose kafshime nga kafshët, siç është lakuriçi natës. Të përpiqen nëse fruta mund të qërohet, siç është banania, është më e mbrojtur, por mangoja ose frutat e tjera duhet të bëjnë një shplarje të bollshme me ujë të nxehtë mundësisht, sepse edhe temperaturat e larta i shkaktrojnë këtë virus. Dhe në qoftë se personi që punon për shembull në një aeroport fillon të ketë një grip të çuditshëm që zgjat më shumë se sa një javë dhe në javën e dytë vëren që ka pirje ndonjëherë të gishtave, shikojnë që merren mend dhe ndonjëherë ka gjendje të rënje të fikt brenda ditës, atëherë duhet patjetër të bëjë një test të shpejtë të kundra nipahit për të vërtetuar nëse është pozitiv ose është negativ. Këto do ishin masa dhe në rast se del pozitiv, pastaj është detyruar të shkojë në spital, të karantenizohet, sepse këtu pastaj sipas rekomandimeve të OBSH-s, shteti është i detyruar ta raportojë këtë rast spitali e tjera, pra janë masa shumë specifike që duhet të merren si kundër po bënte India. E qartë. Cekët pak më herët se akoma fatmirësisht nuk ka dalë jashtë territorit të Indisë, megjithatë sa në panik janë shtetet që janë afër pra për rreth Indisë për këtë virus. Patjetër që janë shpërndar zonja Dorontin në disa vende. E para ka qenë faktikisht këtë radhë India, por kemi dhe raste pozitive në Bangladesh, në Malajzi, në Nepal, pra kemi disa zona rajonale të Indisë të cilët janë të prekura dhe pikërisht në kufijet midis këtyre vendeve është rritur më tepër screening, pra kontrolli i udhëtarëve me anë të testit të shpejtë nëpër aeroporte, bëhet rregullisht testi i shpejtë. Dhe ato pamje tipike që shikojmë nga mediat janë ato faktikisht kryesore që na kanë dhënë atë pak gjendjen e alarmit,
dhe është aktivizuar ajo që nuk e dëshirojmë fare të dimë se çfarë po ndodh në Indinë, sepse po na duket se po na vjen një pandemi e dytë. Por këto janë masa shumë protokollore, shumë standarde që bëhen gjithmonë kur një virus ka rrezik që të përhapet, por duke qenë se ne e dim që virusi përhapet kryesisht nga kafshët tek njeriu me anë të frutave të kontaminuara dhe shumë ngadalë nga njeriu te njeriu, ndryshe nga Covidi, jemi pothuajse të sigurt që ky virus ka pasur shpërthime rajonale në Indi dhe është pothuajse e përjashtuar që të përhapet në kontinente të tjera siç mund të jetë Europa. Po shpresojmë shumë Dollenberg që gjitha këto të cilat i sqaruat edhe t'i kanë shërbyer atyre të cilët na kanë ndjekur gjatë kësaj kohe si dhe për ta ulur sadopak ndoshta edhe panikën dhe shqetësimin që shpesh herë tematika të tilla ngjallin tek qytetarët. Ne të falenderojmë shumë për gatishmërinë me qenë sot pjesë e emisionit Mesditë këtu në TVN. Faleminderit shumë. Dhe juve shëndet dhe pranvera është duke ardhur, kështu që duhet frikat nga të gjitha virozat do largohen, prandaj ju uroj deri atëherë sa më shumë shëndet. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe po sigurisht